Dëshmitari Sadosh Kalicionaj në gjykimin e 2 shpjestarëve të MPB-s së Serbisë deklaroi se i akuzuari për krime lufte Žarko Zarić e ka keq trajtuar personalisht në vitin 1998. Në këtë rast, kryeshefi i policisë për Istog Momir Pantić dhe Žarko Zarić akuzohen për vrasje, torturë, trajtim njerëzor, friksim, shkatrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullatës shqiptare në komunën e Istogut. Dëshmitari Kalicionaj shpjegoi se Zariçi e kishte goditur me tyt të armës, kur ja kishte bërë të ditur se e njeh. Vani quajtur Dragić, i cili na ka zbritur nga traktori, edhe ky ka filluar që ta na rrate të gjithëve, me automatik më ka shkruar në gojë, edhe me kontakt automatik që më ka rënë, ka shkruar në vetull, i kon rreth gjysore që na kanë vrahur. Si ka fol me mua, e kom ditë që është në zonë e kom njoftur, ku i thon Žarko ti je, atëherë ma ka shti automatin në gojë. Dëshmitari tha se në atë kohë Momir Pantić ishte kryeshef i policisë. Për atë që ja bëri Zariçi, dëshmitari theksoi se e sheh përgjegjës edhe të akuzuarin Momir Pantić, me që pika e kontrollit ku keq trajtua, sipas Kalicionajt nuk do të vendosej fare pa miratimin e Pantićit. Me pa desht, Momir Pantići nuk ish vendosaj punkt hiç. Pantići e pyeti dëshmitarin sepse nuk paraqiti ankesë tek ai për atë që ja bën policët, me që tha se ka larguar polic nga puna për keq trajtim të shqiptarëve. Por dëshmitari tha se ankesa kundër policëve në kohën e luftës ishte e pakuptimt. A ki çka me thonë për këtë? Pse s'e ke paraqitur rastin të nacionalikut? Si më shkon një letër me gjujtënoj. I pyetur nga avokati Miloš Delević se në çfarë mënyre e ka mësuar se Pantić ishte kryeshef i forcave të policisë serbe në Istog, ai u përgjigj se ka jetuar në Crc, andaj e ka dëgjuar nga të tjerët. Të pandehurit akuzohen se kanë marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare nga shtëpitë e tyre në komunën e Istogut, po ashtu kanë marrë pjesë në plaçkitje, djegje të rreth 5.000 shtëpive, shkatrimin e pronave, si edhe në vrasjen e 260 personave, prej të cilëve 19 janë fëmijë. Prokuroria speciale në akt akuze bën përgjegjës Pantićin për veprimet e policisë në Istog përfshirë në masakrat si ajo e Dubravës dhe e Saradranit. Të dy të akuzuarit i kanë mohuar akuzat në shqyrtim fillestar.